edhe e kam dhe inventarin e fundit që kishte Shqipëria në vitet në 80-90. Qa kishte Shqipëria në 80-90? Po çfarë nuk kishte, nga gjitha llojet që i kërkon të koha i kishte. Reparti kishte 7 korpuse ushtrie, 74 brigata, nga këto 12 ishin brigata artillerie, 10 ishin brigata tankesh, kishte 3 regjimente aviacioni, 152 avion luftarak, tipeve të ndryshme. Tasaj koha ishin të mirë, po disa janë mëse të përdorshëm edhe mëse të mirë sot. Po përfund një ditë tipa. A i që digjohet, MiG-21 është nga ato avionët më të manavrueshëm dhe më të armatosur të kohës. Ne kishim rreth 1100 tanke e transportues të blinduar. Shumica ishin tanke që po luftojnë sot në Ukrainë. Ato mund të ndryshosh pajisjet e drejtimit që kanë bërë gjëra kështu vogla që heqen e vijë, nuk janë ashtu, edhe janë përdore në çdo kohë se e kanë ata. Se që bën, unë nuk e di, gjë në Shqipëri nuk ka. Tha që kishim 12 brigata artillerie, të gjitha llojet e kalibrave, edhe topat 130 mm toksor që mund të përdorën këto predat me kokë bërthamore, i kishim këtu. Se që bën, Zoti e di.